Armando Broja e ka nisur këtë edicion në Championship me fanellën e Burnleyt si zëvendësues, por ka qenë protagonist në barazimin e rëndësishëm 2-2 që skuadra e tij mori përballë West Ham. Broja hyri në fush vetëm në minutën e 76, ku shifrat ishin 2-0 për ekipin mik, që dukej në kontroll të plot të ndeshjes së javës së parë. Por pikërisht në një pasim i Brojës erdhi penaltia që rihapi takimin, me Fleming që e ekzekutoi saktësisht, duke ndezur edhe një herë atmosferën dhe një sherr të vogël pas saj, ku u përfshi edhe sulmuesi shqiptar. Në minutat shtesë të ndeshjes erdhi edhe goli i dytë i Fleming, që vullosi një barazim 2-2, i cili dukej si një fitore për skuadrën e sulmuesit shqiptar, që duket se mund të ketë minuta në fush edhe me trajnerin e ri. Kazim Laçi e ka nisur me këmbën e mbar këtë sezon në Superligën turke, ku është pjesë e ekipit të Rizespor. Mes fushori i kombëtares shqiptare, si zakonisht titullar në radhët e skuadrës së tij, rezultoi vendimtar në suksesin 1-0 të siguruar në fushën e Konyaspor, në ndeshjen e javës së parë të kampionatit, ku ekipi i tij lufton për të qenë pranë zonës së kupave të Europës. Pasi gjyqtari akordoi një penallti në minutat shtesë të ndeshjes, ishte pikërisht Laçi ai i cili u caktua të ekzekutonte, dhe mesfushori e bëri atë në mënyrë perfekte, duke çuar sferën atje ku portieri nuk mund të mbërrinte, por t'i vënë avantazhin ekipit të tij në minutën e 97. Në sezonin e kaluar, Laçi ishte autori 7 golave dhe 9 asisteve në Superligën turke, duke u bërë një nga lojtarët më të spikatur të ekipit të Rizespor. Legjenda e Spartak Moskës, Valeri Kechinov, ka dhënë një vlerësim pozitiv për transferimin e sulmuesit shqiptar Mirlind Daku, duke shprehur bindjen se sulmuesi i kombëtares mund të ketë ndikim të madh te skuadra ruse. Në një intervistë për Match TV, ish futbollisti i Spartakut e ka cilësuar transferimin e Dakut si një përforcim që zgjidhte një prej nevojave kryesore të ekipit në repartin ofensiv. E kam thënë tashmë se na duhej të forconin pozicionin e qendër sulmuesit. Blerja e Dakut e zgjidhi këtë problem. Jam i sigurt se Mirlindi do të jetë një ndihmë e madhe për Spartakun. Është e vështirë të thuhet saktësisht se sa gola do të shënoj, por te Spartaku jam i sigurt se duhet të shënoj shumë më tepër se sa shënoi te Rubin Kazani, deklaroi ai. 52 vjeçari është një prej emrave të njohur të historisë së Spartak Moskës. Ai e veshi fanellën e klubit nga viti 1994 deri më 2001, duke u shndërruar në një prej figurave të rëndësishme të skuadrës gjatë asaj periudhe. Ndërsa rikujtojmë që Daku i u bashkua Spartak Moskës më 6 gusht, duke u transferuar nga Rubin Kazani për rreth 11 milion euro. Julian Shehu ka regjistruar sot asistin e parë për këtë sezon në kampionatin polak, ku prej vitesh vesh fanellën e ekipit të Widzew Łódź. Në ndeshjen e javës së katërt ndaj Korona Kielce, ishte pikërisht një devijim me kokë mes fushorit të kombëtares shqiptare, ai që solli edhe golin e avantazhit të shënuar nga Kapuadi. Por më pas, 2 gola të shpejt të realizuar nga miqt që në pjesën e parë bën që ndeshja të mbyllej me fitoren e Korona Kielce, duke shënuar humbjen e parë për Widzew Łódź në këtë kampionat. Në minutat e fundit të sfidës, në radhët e Widzew Łódź u aktivizua edhe mesfushori Lindon Selahi.